Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Riso Scotti, Pasta Garofalo, Prince Cafe, Mielli Finesa dhe uji alkaline. Momentalisht viral në botë, vodka pene, bolleron. Inshallah s'po pijeme. Mirëmëngjesi, people! A ju ka marrë mallin për mu? Mi maj pas ka qa? Ja, kom pa shikuseve Dianës shnollën me qërshia në Instagram. Thash Dianë, njëjtën e kom bledhe dhe unë e mere. Të shojmë se a e ka bledhe Diana, a e ka marrë realisht me vete, apo jo. Ka majt fjallën. Po, ja, zame, a përshër? Qyri qërshia të mur atje? Jo rasisht kom thoni mëjna shnollat. Bravo. O, përshëndetje Vlora. Sa pyetje bukur. Herë përqesh, herë votohësh, Po. kritikohesh, apo edhe ndyqysh, mos me qenë vetvetja, jo sa falë s'koka, me qenë original. Do me thonë, hypse të vrova, shdrypse të vrova, është këtë punë. Mirëmëngjesi gjithë dhe shikues, ka do që më randis në këto momente e knatësi, si gjdo të djelë, edhe sot që takohemi me shijen e anës, si gjithnjë, vetëm duke ju përquar energji pozitive, sepse i tillë është ky projekt. Dhe ja, japi njetë si gjithnjë lullet më të mira nga Flown Flower Shop. Tash Merit, kështu që përshëndes Meritën shikues, tash po du lullet verdha, dhe ja, na po na bojnë dritë, po na dojnë busqeshje. Por osisni, buqet, gëzojnë dikë, ha? Jo mbrenda ditës, o brenda minutave, lullet ju vinë në derë të shtëpisa. Po shihet që i kom po gati produktet, ha? Diçka po zihet, të po zihet ujnë e kemi gati për pasta, ha? Ja. Prap kemi makarona, tash dikur shkushugës dhe ja, na lodhe me këto makarona. Qa me bojqë përna pëlqejnë pastat shikues. Edhe unë gjithmonë gatuar për preferencat e tëftuarve. Pyta Diana tha anë linguine me karkaleca, tash vëlla Diana kom pas linguine me karkaleca, por tash adin qka, po e bojmë pjatën që momentalisht viral në botë, vodka pene. Kemi pra ma pak se një gotë ujë vodka, që kur ta shtojmë salcën e domatës, pastën e domatës, nëse kene domatet freskë në shtëpi si të doni, do ta zhdu krejt shijen e domatës. Do ta mësoni pak më vonë. Thash, Diana, e keni pa në promo, Diana Tahiri ish banorja e Big Brother VIP Kosova Treshit, një vaj simpatike, e cila jeton në Norvegji, na mori syta me fizikun e saj, pamjen e saj, simpatike, një vajzë shumë sharmante dhe e lezetshme. Doli nuk shkoj në finale, por kur e kam postu pyetjen në Instagram, te rubrika publiku pyet, se çfarë do ta pyesni Diana Tahirin, po ju them të drejtën që kanë shpërthy pyetjet, kjo tregon që fansat i ka ende lartë, të themi. Ka një pyetje shumë interesant, do t'i kuptojmë pas pak duke lexuar me Dianën tek kafja atje. Po du me i falenderu shikues krejt ata që e bëjnë të mundur shijen e anës, pa të cilët ky emision nuk do të kishte mundësi që të realizohej. E ata janë Ciao Berto dhe Franke, vera po afron, krejt ju që do ta renovoni shtëpinë. Kuzhinë, kauç, fotele, trepezari, çfarë do. E janë në Ciao Berto, ka oferta, ka çmime të voljetshme. Dhe mos harroni si çdo epizod, se shkoj fyty.
si çdo epizod që e ceki unë, shfrytëzojeni kodin 10%, pse mos me i fitu ca euro në xhepin tuaj. Rizo Skoti, orizi më i mirë italian në treg, bashkë me pastat Garofalo, ja ku i kemi pelet e famshme pastat Garofalo italiane artizanale, 70 vite në treg, wow, bagi shumë. Prince Cafe do të pim kafen më të mirë, vendore pas pak me Dianën, për mushi e vanilës, që se ti punash e këto momente, dhe nuk e ke provu ende instantin e vanilës, ta sugjeroj që ta blesh dhe ta provosh, s'ki me ndru mu. Mielli finesa, mielli më i mirë vendor dhe uji alkaline, uji me pH më të lartë në treg, prej 9. Ushqeuni shëndetshëm, konsumoni shëndetshëm, po e them kështu, një fustan më pak në sirtarin ton, blejmë produktet më të mira, më të shëndetshme, të cilët na e zgjasin edhe jetën. Po të më falenderu Arnisa dhe Blerta Mjekun, dy talentet motrat, ja, i thash, sot kom e vnu, thash, një shnoll me qërshia, edhe i thash, Blerta, lidh me flok, si mi lidhën shpe. Ta, okej, ta qashtë të po t'i lidhë janë, edhe jo më shtata me qërshia. Ja, kom pa shiku se dhe Dianës shnollën me qërshia në Instagram, thash, Dianë, njëjtën e kom bledhe, unë e mere, shojmë se a e ka bledhe Diana, a e ka marrë realisht me vete, apo jo, se thash, dyja ti vendosim qërshijat, me qenë se kemi shumë qërshia. Okej, dhe sa ta marrë fërterën, them që të shkoj me një reklam, veç me një reklam, po shkoj me një reklam të shkurt të pastave Garofalo dhe kthemi për të gatuar vodka pene që janë virale në botë. Pse mos shkojmë edhe na viral, si bota edhe na. Mos u ndroni kanal. Kjo është pra dreka për sot shikues, e lehtë, e thjeshtë, e lëngshme me i hangër gishta, pa. Vodka pene, ju bëft mirë kur ta gatuani dhe zilja. Na erdhe Diana, bashkë në kona ka ardhë. Po shkojmë po e hapim derën, e ju qëndroni me ne. Mirëmëngjesi, people! A ju ka marrë malli për mu? Mu më ka marrë malli shumë për ju. Vodka pene. Të këshirëm që ka bo ana. Që të mdo këtë muj me gjithë një pepiruni. Sper pres. Realisione. Adaltore. Një maj pas ka qa. Mirë. Se dhe ndi mi maru shumë. E kam specialitet pasën për ndryshe, vështë diku me atona. Mi të regu që u pas ka bo tamam për qeftamin. A mu duk edhe për qeftonin, se unë e po mduket e kom bo një gabim. Mirëmëngjesi shikues, a i ki thonë mirëmëngjesi? Po nashe diaspora, po të shojnë shikuesit. Ju ke mungu? Ke qenë intervista, po sot ma ndryshe. Ma ndryshe, edhe shumë punë pëlqen. Edhe na ke arë si djellë, sënd. Po, shep, kokna për shtatë me ngjyrat në kuzhinë këto. Me lule, si me pas ditë. Me limona, a përqafoj? Po, zanë. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Edhe ja, shikuesit, pas ka majt fjallën. Po, zanë, a përshër? Qyri qërshijat mur atje? Jo rasisht kom thoni vlojna shnollat. Bravo. Thank you, falimderit, sa e mirë është Diana. Më ki pëlqy Diana, si publik, si shikus, sepse krejti kemi preferencat, ka dikush dhe po qëfar pëlqymi kjo. Si cili e ka shijen e vetë. E vërtet. Mu më ke pëlqy shumë. Shumë falimderit. Ke qenë shumë charmante. Ju mundu mu kanë vetë vetja, sa më shumë. Bravo. Kom pasat me ja pozitivitet atë mrena, edhe mdo këtë që ja kom dalë dire një pik. Ja ke dalë, gjithësëse. Tash, normal që shpëthua dhe ti që se cili njëri e ka ata personin që... Arso si përqaj krejtëve? Dikush të më shiqon të djelave fare, e në kanalin. Zmona shto ves, se ki programin do me thonë. Top. Do hamë? Ja. Inshallah se më kom huq. Ja. Për një me jo. Për një me? Po. A je sigur që së që e vjova shumë? Nështë pak vodken, me lanë veç edhe pak me vju. Po jemi në emision, unë e lash pak e... Po, a më për ndryshe. Se pasaj dehemi shikues. Ka edhe po më pëlqen që e ki lanë i lule. Po ti e si lule, moj.
A do ulemi? Po, hajde. Na ka nisë me na uftofa. Aha, hënë ftofta këto? Unë se kam problem. Nëse është pasta, unë i hartë ftoftat në zeta afort nuk më intereson. Do me thonë ushqimi jam i preferuar. Shiku s'tepër të mira, po shumë mira tha Diana, është dasht edhe pak vodkën me vuqë me zhduk se pak e ronë. Po friksona, edhe në mos po deve. Jo. S'është qashtë që. Herën e dytë, i vlejmë ma gjatë shkaku sepse jemi në emision edhe koha e presionin. Hajtë ma shpirit me i kry, ama salca super kremoze. Edhe sa letë është me bo. Tepër. Për një me ma shumë se 10 minuta nuk dëmë ku. Haje lullën, për dyshe lullja hahet. Lullja hahet? Ja, i bleva në Paris. Kesh me një vend njoftë në aty Cafe de Flore, në turistat për shkojnë Shqipus, edhe mora një omlet me këpurda tegra, edhe merdi salata rukolla me lullë, ma dhe kur i pashtë është hajti blej lullet për këto. Ja, boft mirë lullja. Shumë falinderit, nasha për bona lulle vetë. Ti e lulle, ti e tashën e që e vetë lulle. Ta që gatum, po marrë ujën unë. Po. Shpesh, si ke fillu me gatu, qysht ka pëlqy, qësa vite do me thonë nuk e maj asë men. E kam një nalë që është shumë rekem kuzhinë. Të përshëndesi. Po. Edhe do me thonë me mamin të e paja të gatu e të maru bok, më ka hi edhe mu shumë qef edhe për ju kalzoj ju, diçka që do me thonë këtë seriale që i kam ma shumë të përqefi, janë këto Masterchef. Shumë i përcjeli, priqje vogël, do me thonë. Tani të rritë, të vetë e du ushqimin, tani kam qef edhe vetë tani me kryu shumë sen edhe në kuzhinë. Edhe më thojnë që di me gatu mirë tash. Bravo, përveç pastave qka gatu në Diana? Gjithë qka. A din tradicionale më i Diana se ti jeton Norvegji e tash s'pedim? Jo, shumë bashkë tradicionale, nuk sepse mami halaj bon ato, kështu që nuk na kalon as mua as motrën tem, do me thonë me ndërhy fort. Edhe është të shpejt të qysh ja dona asaj, po e di që me jam sy e kisha mujt me bo, pite, mantija. Ushqime ti preferum tradicional? Mantija. E me lug? Pasol. Për rëven kja, bravo, e full protein. Shumë akona pasullin. Në heca, ha. Bile e lypi ka njëherë, ja boj momit mamë. A bon? A bon? Po? A ka marrë malli për këtë uj? Gjithë. Alkaline water. Ja. Me pe ham prej në, a ke pi po pe ble edhe one jam të ble tash, po unë sova me alkaline water. Ta zemre. Po. Të bëf të mirë. Shumë falenderit edhe ty. Jo pse i kemi në emision, po për një me kom thonë disa herë edhe në epizoda, jo pse i kemi, po me të vërtet s'ka ujë më të mirë. Mu më do këtë si ujë Norvegjisë për bes, po. Po. Feks është, do me thonë, ujë mu, Skandinavi ju e pini ujën, njëhet si prej vendeve me ujën më të pastër në botë. E kjo ta manë më do këtë se ujë Norvegjisë, se zakonisht kur udhëtoj, tham, ka marrë malli për ujët Norvegjisë. Po, alkaline, ma hek malli. Të bëf të mirë, shumë falenderit. Shikues, kemi shumë e fol me Dianën, do ta lëm Dianën me hangër. Hati Dianë, por unë kam një dhuratë për ty. Me produktet më të mira italiane, me qenë se i dëshiron pastat, prej salcës, e tjerë. I ke gjitha këtu nga Migrosi, po. Edhe, ta kam fut një balzamiko me dredh, e kom pas kapën e kalu me salat me dredhza, me badema, baby spinach, dhe kjo është balzamiko me dredhza. Nështë ta e bë që atë salat, 2 minuta punë. Ta marrë recetën ty? Po. Edhe e bëj. Të bëf mirë, o, tepër ka me të pëlqy. O, shumë falenderit, sa e mirë që je, falenderit shumë. Tash? Ka ma për shëftamin. Bravo. Shikues, është momenti që ju ta mësoni këtë recetë. Okej. Dianën të alem të hanët qëtësi. Dianë, për mes faj kamere, tani është koha që shikuesit ta gatuajnë recetën. A ja vlen, a nuk ja vlen, për ju që nuk konsumoni alkohol, jo. Po është, mund është jo. Se mund është me ndru vodkën me ujtë të pastave. Që është e krypos, të me thonë, mund është. Edhe paka shumë bjenë në shirën jetë. E për ata që e konsumojnë me fjallët e tuja, a ja vlen të gatuajnë këtë dreka jo? Yes. Edhe shumë e letë. Shumë ja vlen. Edhe këthejemi shumë shpejt pasta, a kemi pi kafe? Po. Princi? Po. Vanil klasik? Po. Cila? Po. Vanila klasik? Klasik. Klasik? Nuk kanë droj.
Ama, a kemi ca keka pizza, ke që po kesh? Shkoj kamera. S'ko, i kanë hargju. Vanil keme. Ani vanil. Aj, qënash. Na bëf mirë shikus, këthemi shumë shpejt, mësoni ju recetën. E me Dianën kemi me fol shumë e shumë. Shikua sa në momenti për gatuar pastat më të momentit në përbot, vodka penet. Nuk e nëse janë zbulu vitin e kalum, datojnë që nga vitet e 90 në Itali, por botnisht për momentin janë viral. Si kam gatuar asnjëherë, shumë e thjesht, shumë e shpejt, thoni që ka vodka, ju që nuk e konsumoni alkoholin, s'është për ju kjo past, por do ta kemi domatën dhe vodka do ta zhduk shijen e domatës. Ku ta vendosim edhe kremin e kuzhinës për gatim, s'di me ja u përshu, e kam provuar disa në për restorane, se kam gatu asnjëherë, kështu që për herë të parë me ju do ta gatuaj. Çka do të përdorim për këtë pjatë? Kemi pra pastat pene, garofalo, artizanale, më të mirat italiane në treg, dhe pa humbur kohë ja, sepse uji na ka vlu, kështu që thash që është një drekë që merr kohë shumë pak, për 10 minuta e kemi gati. Këtu t'i vendosim direkt në zihen, ja shto. Okej, ja, pastat i kemi vendos. Çka kemi tjetër? Kemi vajin më të mirë italian në treg, Moninin, ekstra i virgjën. E thash më herët, po e thom prap, ta kursejmë një fustan në muaj dhe konsumojmë produkte të shëndetshme, sepse kur ne shkëlqejmë nga jashtë, krejt është rezultat se çka konsumojmë, mos të harrojmë. Kemi një qep të kuqe, arsyeja pse kam marrë qepën e kuqe sepse është aromatizues dhe pastat do të na bëjnë ende më të shijshme. Pra gjithçysh me qepën e kuqe shikues. Sot nuk kemi djath parmezan, po kemi grana padano, dhe ky super djath italian. Kremi pra krem për gatim kemi këtu. Jeni mësu mi thonë hopla, se më pyetni mali çka është. Dhe kemi më pak se një gotë vodka, sepse kemi vodka penes. Dhe krejt për fund, isha në Paris për ditëlindje, edhe ka ditë që jam kthyer shikues, edhe duke pa ushqim produkte, pash lule. Lule që na servojnë në restoran, edhe atje e hangra një omlet, ku anash e kishin servu omletin me rukolla sallat dhe kishte një lule në mes. Kështu që sot, Dianës do t'ja dekorojmë pjatën, penet me një lule. Sepse edhe ajo është basi një lule. Po nisim gatimin shikues. Pra, makaronat po na zihen, përterja gati na është nxehtë, ja, po e ngrisim temperaturën. E dim që unë pasat i gatuaj edhe me gjallë, po kisha harru me blem, realisht kisha harru që s'kam, që do të shkojmë vetëm me vajin më të mirë italian, pra në treg. Moninin, ja kështu. Dhe me qenë se përterja na është nxehtë dhe vaji ullirit nuk guxon me ndajt shumë temperaturë të nxehtë, sepse digjet ta vendosim direkt qepën, ja kështu. Ja, pra shikues, qepën po thuaj se e kemi gati, ja, për një minutë është gati dhe me njerë do të vendosim salcën e domatës. Pastaj kemi vodkën, pastaj kemi kremin, pastaj parmezanin, makaronat edhe keni mu shkri 5 minuta punë. Tani, me qenë se qepa është gati, do të shkojmë direkt me salcën, ja. Pra, tu kemi paste pas të domatës, ja. Kemi 100% domate. Që të dëshironi mund ta krijoni edhe në shtëpi, bleni domate të blender, si të doni, nëse jo, shkoni në dyqan dhe e bleni nga kompania më e njohur italiane. Ja, për 2 minuta do të vendosim tek domatja vodkën. Do të krijojmë një salcë të pembe, pink, që thojnë amerikanët. Okej, edhe salcën e kemi gati, o zot. Çfarë arome po vjen, no comment. Momenti për magjinë, pra kemi më pak se një gotë vodka, ja. Nuk e keni idenë, vodka sa është loj ndryshuese, që thënë amerikan, game changer në këtë recetë.
sepse ai e zhdu krejt aromën e domatës. Dhe pastaj me kremin për gatim, pra hoplën, do të fitojmë mendimin e saj një ngjyrë të pembe të salcës dhe një super teksturë kremoze që e kemi edhe djatin i cili do të na bëj ende më kremoze pjatën tonë, por ju premtoj që nuk do ta heqni nga menyja duke këndu. Po pra, kuzhina, ushqimi është vetë muzika. Okej. Salcën pothuajse shikoj se kemi gati, tani është radha për kremin e kuzhinës, ja. Ja, kështu. Dhe do ta shihni tani si do ndryshojë ngjyra, pra do të fitojmë një salcë të pembe, ja, të hapur, është fantastike. Tani do të vendosim pak krip, detit si gjithnjë, dhe pak piper të zi. Pak krip. Dhe pak piper të zi. Nuk kam qare shikus pa e marrë një lugë me provua, ma bërë me syke salcë, wow, ja, shiqojni. Hajde cake, shiqojni sa kremoze është, shiqojni, wow. Ja. Hajde pra ta provojmë. Bolleron. Inshallah s'po pijeve. Ja, pra edhe salcën e kemi gati. Tani do të vendosim pak nga djati, ja kështu. Dhe pak do ta lëm krejt në fund, pas makaronave. Pasi ti vendosim makaronat, unë po du e ko marrë një lugë tu afër, shikohes, po du me provu si na është bë kjo salca. Pra, mos harroni, kur ta vendosni vodkën, si për pastës së domateve, për 10 minuta e leni që të vloj vodka me qëllim që alkooli të zhduket të absorbohet komplet. Atëherë, shpëritin po e ndalim, makaronat na jenë zi shikues, po e ulim edhe në minimale temperaturën tek salca, ja, makaronat i kemi al dente dhe direkt do t'i vendosim tek fërterja, ja. Ja, thash që sot do të ham, do të krijojmë një pjatë me makarona, pene, vodka pene, super kremoze. Mund të afroni nderuari caki dhe t'ja tregojmë shikuesve se çfarë salce kemi krijuar, o zot, ja pra. Fantastike. Qofse dëshironi t'i bëni pikante të djegsta, vendosni pipera, para peperoncino të koqën, do të vendosim vetëm edhe pak krip, se kishte mungesë. Dhe, krejt në fund, djati që na ka ngelur, i cili ndihmon që ende t'i kemi më kremoze. Dhe po i përzijemi ja kështu për herë të fundit, sepse dhe makaronat e kanë një filozofi, nuk bën me i përzi shumë. Ja. O zot. Para se mi servu, pi provoj. Hajta provojmë, ja? Ja. Hajde. No, koment. Po e ndalim edhe shpërjeti për herë të fundit dhe ja. Dreka është gati, ju lumë shëndurt, ju boft mirë kur hani. Ju thash që kam ble lule dhe këto pasta, vodka pene, do t'i dekorojmë me lule. Hajde ta zgjedhim.
Mirëmëngjesi të dashur shikues. Shpresoj që jeni të e kalu një dile shumë të mirë. Unë jam ullë këto, më thonë në sofën më të mirë që jam ullë më të, do më thonë ka kohë që jam ullë me një kauç kaq të butë. Edhe jam të prit kafen edhe kështë e menu për intervist se jam shumë kurioze me këqyrë qysh po shkon. Ana, a janë kafet gati? Gati, erdha. Kafet fancy, qysh e vetë? Po, edhe te qysh je. Edhe te. Shumë faleminderit. Të bëf të mira. Prince kafe. Po. Dhe është vanil. Pëni, erën. Shumë e mira. Qa është të frize aroba për plosh. E mira. E tash gjuna që të shikus ku fa ka uqë. A vëdhen që në jasë të këkia të mrapa. Na kishin ndru shikus ka uqat, kjo është lajmi mirë, sepse na u ka shit. Na u ka shit ka uqë dhe na ka orë kjo tjetra. Ashley shikus. Kompania është Ashley, po dëgjova ma erët Skifaj. Kjo shikus, a me kështu filma djeleve. E kemi këtu, Dion, 1 orë të zallit. Okej. Edhe kemi tradit e këthejmë të shia anës. Kur e sheti orën e zallit? Ja. Qka të bëna me ndu? Që kemë kohë të limitum. Okej. S'ka më bënë tjetër me mendu, nuk e di një herë, s'po m'bjen kush dhe të Dikush dhe të ma kujton sa unën, dikush dhe... Jo, sa unën jo as pak, këto a lidhe gjithë ose me loj, na i loj diçka stres, ose veç faktit që s'ki, do më thonë është kohë a limitume. Mas pari po më intereson mu dhe krejt qikuzëve që më nashojnë këto momente, si e kemi Dianën këto ditë pranë verës, çka janë planet e verës, doli nga një reality ku 24-0 janë sytë në të, je komentu, je kritiku, je pëlqy, nuk je pëlqy, e tjere, po ti ke qenë vetvetja, se cili që hynë aty du të me qenë vetvetja, edhe kur je vetvetja, herë përqesh, herë zhvotohësh, kritikohësh, a përdem dyqysh, mësë me qenë vetvetja, jo sa falë s'koka, me qenë original, të me thonë, hypset vrava, shdrypset vrava, është ke punë. Unë për ndryshë punina shumë mirana, tash që jëmë dalë, janë sa mujë mbapej që u ka përfundu, nëse për mu, të me thonë sonë najta veç... Disa mujë. 6 java të, nëse nuk janë veç, po... Mi krazu me 3 mujë që ka zgatë bigo. Qysh edhe ju m'hion atë mrena, do me thonë, këm pasë edhe shumë ko, me mendu shumë qysh e tek, po kom dash më kanë vetë vetja, edhe on e kuptoj këtë pjesë që nuk munën këtë me të dashtë. Hinat njerës në ndryshëm, unë e muj me thonë diçka, me bo diçka që dikush mund me pëlqy, dikush jo. Edhe, do me thonë jo mirë, ko marrë në Kosovë që 3 javë për më bojnë tash. Po knaqe, po të shosh, Knaqe, po Kosova të knaqe. Po hajde më shpër në gullo? Po e kom njetë në shtatë të këshyrim, po. Ja kom danë vetës një 6 muj një herë. Okej. Po, edhe tani këshyrim. Gjithë verës jenë Kosovë? Gjithë verës jam Kosovë, po me levizje normal, pak në Shqipni, kam qef me shku, si më kanë më ty. Okej. Thuja se që baza tash është këto, e prej Kosovë, shkoj edhe Norvegji, po, sa për udhëtime, jam tu knaq, Ana. Po vjen shumë mirë. E lindur, e rritur në Skandinavi, jeton në Norvegji. Dhe gjuhën shqipe flet shumë bukur, komplimente. Shumë faleminderit. Mu më knaqën vesh, kur dëgjoj, sidomos, diaspora që flasin aq bukur shqip. Shumë faleminderit. Bravo. I kina e pak rëndësi, si po mënoj kështu familjarisht, na kretë fëmija e flasin tamam kështu që foli one, po normal, s'bën me hup, me haru. Po më pëlqen. O, s'po më ja, ju plaka shikus. Okej, të na u kam shqip pytjet. Okej. Kemi një dhurat nga Ciao Berto. Okej, 20% zbritje nga Ciao Berto, një voucher. Për kaos. Kaos, qa vëshë, bashkem? 25% nga Franke Teknika më e mirë e kuzhinës. Ma erët ma tha një detaj që po këshyr me ble, Po. Vanessa. Atëherë për falenderoj Ciao Berto për më këtë zbritjet bukur. Edhe që ti ka ujë, s'ka përqyra. Frankie, po, tepër. Edhe po më pëlqen edhe ngjyra, edhe është në stil tamen, edhe shumë e bukur. Tamam ngjyra skandinave, ngjyrat kremi keni atje. Se kom prit që kom më dashuru me një kaosh. E kushtot me bluzën. Ka rarë pyetje nga publiku. Yes. O, unë kom e të bo pyetje, po ati japim përparësi publikut? Okej. Po pim kafen edhe? Po pim pak kafe, po bojna pyetje, po përgjigjem. Ka nartë shumë pyetje. Kjo ty. Jem okej. Edhe princit? Gati, po dhe që, ja, gatshme.
O, sa e mira sot. E ngrohtë gjysh si një përqafim së të shmes. Qofse edhe ju shikues po pini kafe, ju bëf të mirë. Edhe mos harroni like, follow, subscribe, rrjetet tona sociale. Jemi live kanalin ton zyrtar që janë në momente shkruani ndonjë koment, diçka për Dianën, edhe Dianës follow në Instagram. Kam me lexu, po. Aki? Yes. Okej, super. Kam disa nga Kanadaja, prej Kanada, ana je shumë e mirë për cilin nga zemra mala. Sa mira. Ti çfarë ndjenje bukur. Tepër. S'ka më mirë. Je gati? Apo? Gati, okej. Është mega yll, përshëndetje nga Vlora. O, përshëndetje Vlora, shumë faleminderit. O, sa mirë fillum. Një kompliment të bukur. Qësysh, pse me drilonin jeni hek prej follow, sepse mrena keni qenë shumë shok, e ka shu dikush? Po, nuk ka ndonjë arsye specifike, përveç që kur jom dalë prej bigot, për mu kanë thuja se e kom kuptu me kanë kam shoshni e me kanë jo. Edhe unë kam respekt për krejt ata që kanë qenë aty mrena, po tu e marë parasysh që tani jeta vazhdon pak ma ndryshe. Kur dalim, edhe do me thonë, unë i kom majt ata që i kam edhe shoshnin tash jashtë. Nuk është kur gjë diqka kunder ose s'ka ndodhë diqka me thonë. Ka qishtë? Jo. Se e di që ka pas shumë, tash e theme, rreth kësaj pune, po jo, si për edhe Leon e kom hek, do me thonë ka pas. Qaq. Ato pëlqen më shumë Kosova, a Norge, Norvegjia, shikus. Sa mire tu? Apo? Se unë jetoj në Norge, ama më mungon shumë Kosova, shpesh me naj mu këthyve, ka shu dikush. O, sa pyetje bukur. Tash me kalzut vërtetën, Norvegjia e ka atë bukurinë e vetë dhe atë që unë jom rritë, me thonë, e ka venin në zemër tem, po Kosova është diçka ndryshe. Qa është ndryshe këtu të qa? E para njerëz janë shumë ma shumë që t'afrojnë, t'folin, është pak një farë ma gjallënie këto, atje, du të thonë, fix, atje na rritë me ata, kemi shku në punë, shkollë, se cili e ka atë botën e vetë, nuk merret fort. Thuja se edhe kur del me pini kafe në kone pauzët që e kim punë. Nuk është që mledhesh, nuk është që shiesh shpesh me dikan, zakonisht e kinë shtunë ndalë, dilën, tani pra fillon java e Kosova e ka ata, diqysh ta jep një farë energjiet bukur. Po, me gjitha ta, unë normal që edhe Norvegjinë edhe Kosovën e du. Gjithësysh, përse ta janë të barë, kësa e kemi zeshkane shikus, a ke marë komente në klasë, në shkollë, gjatë tjetë, çfarë komente ke marë? Dryshe, dallon nga ata. Po, sidomos në vendin ku i na shkuna se është një qytet i vogël, ato s'ka pas shumë, as shqiptar, pas jashtit përgjithësi. Edhe normal që ndallojnë kur shumicën, do me thonë 90%, 99% gati, thuja se janë të bardhë me sytë e kaltër, po nuk u kanë diçka shumë ndukja. Jo. A ka qenë zarë me u adoptu me jetu jashtë daljes së bigut, si ishte, s'ke pas telefon, për gjitha ato jo. E di. Mungesën e telefonit kështu se kom një as kur jom dalë, nuk u ka na e sen që më ka jo, po normal se ki ngarkes, edhe tani kur del prej bigut, është një farë duhesh mu adaptu, i haron edhe numra telefonit, haron senë normale, one kështu ku e ka mikrofonin, do me thonë, jënë konë qëto senet e vogla, po esenca me mund është që dalon prej dikuj tjetër atë mrena, që konë është që mu ka dash më ballafaqu edhe me familje, me shëndetin e babit. Që u komentoj ke që ka qenë falsës, ka qenë e vërtet, ka qenë pretek, sa me dojtë te, bla bla bla. E kom dëgju, e kom dëgju të gjitha. S'ka me neve? Jo. Amo për atë arsye nuk më ka ra edhe shumë mi kryse me një herë të familja. A, babi mirë? Po, babi është shumë ma mirë. Përshëndesim. Po. Që ka babi emre? Skender. Përshëndesim, a gjë Skender. Sa mirja ke sërshqipën. Po, brem, se aji faktikisht e ka pas një regull me folë shqip në shpe. Ja shpis? Ja, s'po më vëra hatu shikus. Ke për i mirë veç, jo për emision. To jetë serioze ana. Se harina pra pak ma qëton. Sa mirë përën te. Hajde që shton. Kam të gata, po më preke. Nuk dua t'i bëj pyetje, por dua t'i them që është një yll. O, shumë faleminderit, kush do që e ka shkruar koment. Vazhdojmë. Hajde. Qashtu që është një fëmi, kur je konë që vishën Skenderaj, e njejta je, si gjithmonë yll.
Jo, bre! A kena emrat kush e ka shkru? Jo. Jo, po ta gjejmë Ani, ose po kush do, zda të amit, që shumë kanë majtë men. A kishe marrë pjesë në Big Brother VIP Albania Pashe? Gjesti shkoj, dul fitus. Uri me gjestit. Uri me gjestit. Yes. Isha shku pse jo. Tash nështë që edhe kuptoj paka shumë loja që funksionon edhe pse nuk ma mërë menja që mundet mu ka një gjithë, sepse ka banorë ndryshëm normal, dikush e ka një lojë tjetër, mundet me bo diçka që nuk e ke përjetu ma heret, po isha shku, po pse jo. Pse jo, Samir? Qka është diçka që e ke bo në Big, e nëse kishe hy prap, nuk e kishe bo më sa mirë për lidhet? E kom lidhën e? Bravo, Brana, e paparje. Nuk isha lidh. Po mënoj nuk isha hinë lidhje me dikan. Po. Me qëfar po merësh tani pas e dole nga Bigu, qëfar po punon? Po intereson me qa po merësh? Je aktive në sociale? E kuptoj, normal. Thonë një punë këtë tjetër e kom pas. Hajde kalzona? Po zyrtarë, do me thonë, menagjere e një kompanisë që merët me restorante dhe me bar, me klub. Nëse një klub ka qenë, po do me thonë këtë jashtë kësaj tash që e boj. A një interesant. A ke punu edhe në restoran menagjere, apo vetëm në... Jo, e kompanisë, do me thonë, ato e më kanë zyre, po. Amo këtë ndryshe prej jetës tash që e boj. Këto në Kosovë, ma shumë me bashkëpunime si influencer, edhe në shkonë se edhe njohem se në arritë, do me thonë, e kena telefonin dorë të në kohën, Instagramin e arritë me Instagram, me Snapchat, me TikTok tash. Kështu që Kosovë me bashkëpunime. Super, dhe një ki po hajrën Big Brother. Qato jashtë që ki qenë, ja ke po, si ki ro pishman që ke hi. Absolutisht. Bravo. A ka qenë e ka shu dikush depresion pa celular? Jo. Hiq. A beson që nështë ka shku 24 orë, maksimum 48 orë, edhe ke haru që ka egzistu në telefon? Mu më ndodhë që mes pa internet, pa këtë... Këto jashtë edhe onë njëtë. Apo? Më kap një farë, si një stres, si një angst, si një diçka. Ama këta e kom vritë me babën tem, babën e kom bajgin mosh, edhe i shargju internetin shve. Edhe ta paguj, unë e kisha forgjin telefoni, tash unë e kam internet, o ato e ka bicikleti, e lemoneve. Ka jena mësu. Po pra, daj swiping, kur dhe gjoj swiping. Ska faj, po jo, nuk ka shqet nga depresion. Mega yll, përfunduam pyetjet e publikut. Hej, shumë falenderit për pyetje dhe për komplimente. Ka pas edhe shumë, po e kemi minutazhën të caktuar në emision, këtu ishim pyetjet. Falenderit që ishe e sinqertë. Do pim kafe, sepse unë kam ca pyetje për ty tani. Hajde gëzuar. Masi po pim kafe, sa kafe në ditë për Diana, dhe aje ai personi që si ti hapë sytë, jo pa kafe si qeli sytë. Unë si takoj asaj kategorie, po a i takon ti asaj kategorie? I takoj, po, do me thonë, unë i dho shumë rëndësi mos me pi kafe, fill mëngjes. E pres. Fill mëngjes. Po do me thonë, e honi herë mëngjesën. Fill. Raka, skenderat e mëniherë. Aki, s'ka lidhje. Qa vëshe? E ho mëngjesën, do me thonë, ha diçka që mos me pi kafen, se po të qëtë prej balanse, po... Sa në ditë? Ja, 2, 3, nështë 4 kafe. Okej. Po. Kështu me peshe gogja s'keni. A hanë shumë, dikush hanë shumë edhe nuk trashët. Kjo është komplet... Kjo është... Jom shumë healthy. A je healthy? Jom shumë healthy. Bravo. Normal ketë me balansë, dhe në kom atë ditën hiq ma lagë se dje kom hangër Burger King, dhe me thonë. Okej. Nuk është në sen. Pa pare? Një hamburger. Sorry. S'ka lidhje, jo, s'ka lidhje, hajde. Hiq ma lagë se dje kom hangër një hamburger. Okej. Po zakonisht gjatë javës, kështu të qamojnë me bosht, edhe i pregaditi do sane ma heret, që mi lanë easy, që mi hangër më në gjas. A përse që t'kam mësu Skandinavia? Po, se duesh, tel, trak, e merë me veti, shka më punë. Përgjësi jam healthy, po sa i përket me peshe, me trup, jo, është 100% genetike, po i ri edhe vetës gache. Qashtu. A shkam fitness? Po në shtuime? Më pëlqej kjo që bëm balans, apo na tregon mua edhe shikuzve që shë kjo balans, se na s'dim qka është, unë e s'di qka është. Unë nështë atë në ditën s'ha, veç kur t'ullna i që po i keq, e ha gjithë qka. Ty fillu për të ambles e kripura, jam katastrofë jam. Nuk po vrejt, nuk e di. Po edhe unë e i ribetës gati, se. Po balansa, do me thonë, sa hanë pak healthy, hanë edhe një ambelsi, për shemë unë e kur ha diqka healthy, unë s'moj me najtë pa hangër një qokoladës në diqka. Po nuk e të proj.
Kretë me balans. A mund jam gjendje me qelni çokoladë me fshia çokoladë? Ato duhet self-control shpit. A për shef s'kam që kjo? Gjese, ki. A e kam, a? Po, amo, do me thonë shtot po. Balans. Në gjithë shka, jo veç në ushqim. Do me thonë, gjatë verës kemi me të pas në Kosovë, po menej, në tokën shqiptare. Yes. Ta bëjt është një pytje. A, nëse kish ardhë kërkesa dhe dëshira prej ish partnerit, a ishe kësy? Esenca është që unë jam një person që kur e marr një vendim, i rrim mbrapa. Kjo e bjen për gjithë shka njetë. Jam shumë një njeri me sabër, edhe jam një njeri që e menoj shumë gatë një sen. Nuk marr tur, ja jape vetës një kohë që më duhet mu për vete, po kur e marr një vendim, nuk e ndryshoj mendjen, e përderi sa o ardhë puna munda, atëherë e ka pas kohën që e ka pas, tash jeta ka sene tjera që sjellët që jam gati për, do me thonë. E vërtet, sepse ka njerëz që thonë ai person është budall që kthehet te ishi, te dikush ka. Jo, s'po me thonë budall, se secili ka arsye të veta, ka arsye pse ndahet dikush ndoshta e ka si onë që kur e merr vendimin s'ka lidhje çysh tek çka, po me rëndësi vendimi u marr, mi najt mbrapa asaj. A me thonë dikujna budall ose jo, s'ban, se nuk e dina, kërkush nuk e din jetën dikujna pse çyshet e ke marrë vendim. Po. Po pëlqen kjo, shumë motivuese për shumë vajza që po na shohin këto momente, se dikush veç kanë, dikush përjeton edhe dhun Diana, edhe prap kthehet. Jo e du shumë s'më pa ta. Aja ka nxi synin. A prap e tham, nuk moj me gjyku kur kërkan, shpresoj që secili person, po edhe femnat, në këtë rast që ja dalin qysh e dojnë vetëm, e thonë edhe që me arikujtu gjithmonë vetës që je fort, pavarësisht. Si me dikant, si me një partner, si pa një partner, më rëndësi veç me majtë men që edhe me arikujtu vetës që je fort. Edhe pse kthehet aty. S'muj mu përzi, po mi mbështet femnat gjithsesi. Bravo. Yes. Shikus, nuk e kom taku ma herët, e kom pa në rrjetet sociale, kemi pa në Big Brother, live e pa sot kur erdhi këto, dhe erdhe me të vërtet si një lule, që ta dekorova pjatën, si një diell, ke shumë energji pozitive. Pyetja ime fundit për ty sot është, a do të punoje në televizion, ke paraqitje, ke zot bukur, je charmante? Po kisha punu, pse jo? Unë mendoj që do të kishte shkuar një emision. Ndoshta edhe po? Më pëlqen edhe shqipja, të thash. Faleminderit shumë. Edhe kisha mësuar edhe më shumë, ndoshta. Patjetër. Në qatë format. Mendoje, mos u marrë veç me influencer po, thing. Jo e mendoj se edhe kisha pas shumë qef. Ka shumë tash. Për një me këtë mikrofon sot po e merr çdo kush. Yes. Pse mos më marrë dhe the? Pse? Ti s'kish pasi. Shumë faleminderit. Kur si dihet? Unë jam open për. Yeah, amerikanë të kanë never say never. Never say never. Yeah. Yes. Knatësi që t'intervistova, knatësi që t'pata. Knatësia është plotësisht e jamja. Je e dyta për këtë Big Brother dhe e fundit që në këtë sezonën kam intervistu. Me Gresën e kom një sezonën, tash të pata ty. Shumë faleminderit që më keni këtu. Secili ka shijen e vetë, ke qenë në shijen time. Faleminderit që na erdhe të shijanës. Faleminderit shumë na dhe shumë shije. Nuk ma ka prish shikus me shnollat. Po bre! Me shnollat me qërshia, se a kom pa një Instagram story kër jemi njëftu, kom thonë, edhe unë e kom përësit, a i vnojmë, po, edhe faleminderit që e ke majtë fjallën. Jo, kjo do të thotë shumë, kur dikujt i themi po, do të jetë po. Gjithë. Shumë suksesa. Shumë faleminderit zamra. Për të krejt qa qelen, asë një mos të më shetë. Shumë faleminderit. Prej zamra po ta thamë. Shumë faleminderit. Shikuesit për na shohin, do ta mbyllim emisionin bashkë, do të shkojmë në blokun e fundit marketingut. Hajde, ky është emisioni yt, me fjalët e tuaja po shkojmë në blokun e fundit marketingut, thujë mu kthy mos ta ndrojnë kanalin sepse do ta mbyllim bashkë emisionin. Unë më u thon, po. Përmes saj kamere. Koha për marketing, kthehemi shumë shpejt, mos e ndroni kanalin. Okej, tash është koha për marketing, kthehemi shumë shpejt, mos e ndroni kanalin. Gëzuar. Gëzuar. Super. Bravo.
Ka përfundu marketingu, po ashtu edhe emisioni. Po du mi ju thonë qa Albertot edhe Franki shumë faleminderit për voucher, se du më ardhë me marë kauqin tem që u dashurovan të sot. Po që sharruf qikus. Edhe ona këtë lule mu këput ma herët qikus. Shumë faleminderit. Thash që i e si një lule. Wow! Sa e bukur edhe ngjyra po më shkan me këto? Po bra, përshë, hajde ma shpesh. Po? Vive line! Planet i kam, sezonën tjetër do t'jetë befasi shikues. Po hajde që po e zbuloj veç pak, do t'a ndroj komplet konceptin. Dhe të pres në një pjatë nga duart e artat e Dianës. Atëherë edhe one e bëj, do me thonë. Po ti kime gatu. E pres, do me thonë, është my honor që thojnë anë anglisht. Po, faleminderit shumë. Edhe kom kalu jashtëzakonisht bukur me ty sot. Po nëma, a vazhdoj? Po. Rizës koti shikues garofalo, sot kishim pas të artizanale italiane, penne, vodka, penne. Tepër të mira. Pedini? Pedini. Prince Cafe, u knaqëm. Mielli Finesa, mielli më i mirë vendor në treg dhe uji alkaline. Që, A i do t'i alkalina alkaline? Jo, në tham alkaline. Alkaline, Alkaline water. O, sa mirë, kanë me të marrë reklam tash. Flon Flower Shop shikues për ullet, Arnisa dhe Blerta Mjeku për këtë. Super grim Arnisa dhe Blerta për flokët, a në që thash, lidh me i thash Blerë, flokë si me lidh vetë. A më shumë bukur. Ashe? Për një me, po mendova që i ki kap veç po dishe shumë mirë, do me thonë. Ja, mi kanë lidh qikat. Edhe ti e finirat shumë mirë se e heki shumë që farë flokë shikus. E heka, i lash venerimin e done. Atë ka grim mu dikush kush është kujdes për ti se po duke shumë bukë. Unë vetë ona e kujdes, po. Vetë grimin, talente. vetë flokët, vetë veshja. Kam një kërkesë. Unë pas shumë se fëmarë të ti, taman vetë që shjam. Po pëlqen, faleminderit dhe ishte shumë vetë vetja ki qenë, tepër e sinqert ki qenë. Shumë faleminderit. Se prita, sepse dim do një herë, mos të jemi vetë vetja, por ti ishe vetë vetja. Shumë faleminderit. Tani kam një kërkesë. Hajde. Apo e pimë ka një kafe dite dile me djelë. Të pimë një kafe, hajde. E përshëndesim shikues. Çka po ju thu gjithë atyre që janë zgju për ty sot? Shumë faleminderit që keni tune in, edhe faleminderit për pyetjet. Gjithsesi, follow, like, subscribe. Shianës dhe Dianën. Po. Po. Shimi prapë ndoshta. Patjetër, a shkon? Hajde. Hajde. A kalojmë mirë? Po. Shumë nice.